si fëmijë ke pas gjithmonë këtë ëndrrën që nesër, mas nesër me u bë biznesmen, e ke mendu këtë suksesin që e gëzon sot? Nuk mund të them që kam pas sepse ëndra ime si fëmijë, madje edhe deri në pas përfundimit të shkollës mesme ka qenë të bëhem mjek. Dhe shkollën e mesme domethënë kam qenë mjekësi, pastaj s'kam arrit të regjistrohem në fakultetin e mjekësisë dhe ka qenë ndoshta zhgënjimi i parë. Po prapë unë mendoj që disa shkëndija dëshirës për me bë biznes kanë qenë që në moshën 14 vjeçare tutje, kur unë së bashku me nënën edhe me babën, pas domethënë ditën të tregut kemi shitur kulturat cilat i kemi prodhuar ne, domethënë kryesisht perime, dhe ka ndodhur disa herë që unë i kam shit herët dhe pastaj kam bling për tjerëve dhe i kam shitën me çmim më të mirë. Domethënë një farë shenja apo një farë dëshire kam pasur që është një mundësi për këtë punë. Po, edhe një mundësi që ndoshta kam qenë pak demel. Okej. Dhe zakonisht demelet shohin në mënyrën se si më lehtë me ardh deri te profiti e fitimi dhe kjo domethënë pavarësisht që pastaj në periudhë më të vonshme kam punuar ndërtime bujqësie, puntrona, po asnjëherë s'kam qenë i lumtur me atë punë që kam bërë dhe gjithmonë kam pa ndaj mundësi se si me ardh deri te ndaj biznes, edhe madje biznesi aktual është tentimi i tretë. Dy të parat kanë qenë vetëm tentime, nuk kam filluar, por kam hiq dorë. E para ka qenë dëshira me hap një banatore miksore, dhe nuk më arrit, dhe e dyta pastaj ka qenë tentimi me hap një bilardo. As to se kam bë, s'kam pas mbështetje dhe mirë që s'kam bë, që s'kam hap, sidomos këtë dytën, se s'ka qenë një biznes ku me di si çfarë. Dhe tentimi i tretë domethënë ka qenë fillimi i prodhimit të lëngjeve, të pijeve në vitin 1994 dhe ditën e parë që e kam kuptuar që ka mundësi të prodhohet, sepse në atë kohë që kam ditë që ka mundësi që një individ apo një kompani private mund të ketë mundësi të prodhoj lëngje. Kam menduar që këtë mundësi dhe këtë drejtë e kanë vetëm kompanitë publike. Në atë kohë që ka qenë Coca-Cola apo Coke që ka qenë Suarek. Dhe kur e kam kuptuar këto, unë domethënë ka qenë vendimi para se me ardhë deri te makineritë e gjëra të tjera, unë vetë kam marrë vendimin që me hyrë sepse më ka dukur shumë interesant dhe isha shumë i lumtur që mendojshna që do të kem mundësi kurdo dhe të gjithë ne si familje të pijmë pije sa ardojnë, të cilat sigurisht deri në atë kohë kanë qenë shumë rrallë që kemi pas mundësi me ble. Dhe nëse kësaj i shtojmë edhe mundësinë që unë me kriju të ardhura për familje, kam qenë shumë jashtëzakonisht i lumtur, por kjo farë lumëtëria, por kjo gëzim ka zgjatë vetëm disa javë, pastaj ke pa që nuk mbijetohet veç të pi. Dhe nuk mjafton vetëm me hap një, po tham, mini fabrik, sepse kanë qenë një fabrikë e vogël, me thënë fabrikë, se s'ka qenë fabrikë, po kanë qenë më tepër punëtori artizanale, në të cilët kemi arrit me prodhu pije të gazume dhe ato makineri që ka qenë manuele, shiqet janë mbushur nga ne. Mirë po sfidat kanë qenë të mëdha sepse kur fillu diçka për të cilën s'kam pas asnjë njohuri. As s'kam pas unë, as kërkush në familje, përveç dëshirës të madhe për me bë diçka, asnjë njohuri s'kemi pas, po edhe mundësitë financiare kanë qenë shumë të kufizuara. Bile transportin, për shembull, të pijeve që kemi bë në për markete, kemi bë me traktar. Domethënë në atë kohë kanë qenë në Prizren dhe Suarek me 10 prodhës. Dhe nësa di unë nuk di që ka pas një prodhës që kanë më dobë se na. Kuptimin financiar, domethënë, po edhe të kushteve me të cilat kemi filluar. Gjithë tjerët kanë pas me furgona, kanë pas automjete, kamiona, kanë mundësi, s'po them që kanë jetuar në çfarë kohë, gjithë kemi pas vështirësi. Po në kohën kur filluan, po them, gjithë tjerët apo shumica për tyre kanë pas kushte shumë më të mira dhe mundësi shumë më të mira financiare, po shumica për tyre janë ndërzuar, por unë s'kam hjek dorë sepse kam pasur që derisa dikush tjetër po arrin me punu. E pse mos më mbujt, unë gjithmonë kam kërkuar
fajin të vetvetja, për çdo dështim e kam ditë që fajtori jam unë dhe jo të tjerë. Pra është një lloj qelsi suksesi që konsistenca jote dhe që nuk je dorëzu kur, pa marrë parasysh atyre vështirësive që i ke hasë gjatë rrugës. Unë besoj që gjitha bizneset që arrin të kenë konsistencë dhe kontinuitet, domethënë, është pikërisht kjo. Nuk ka që më ndallon mua, nuk që kam qenë unë më inteligjent se të tjerat. Vetëm mos heqja dorë, edhe një farë lloj krenaria, një farë lloj ego, domethënë se është mirë të kesh një farë ego të moderuar atë.